Edhe këtë vit, Kana mirëpriti një nga panajiret më të rëndësishme globale të pasurive të paluajtshme, MIPIM 2026. Festivali urban i mbajtur në Rivierën Franceze mblodhi mbi 20.000 pjesëmarrës, përfshirë arkitektë, sipërmarrës dhe zhvillues nga 90 shtete të ndryshme. Edhe Shqipëria ka pavionin e saj të dedikuar në MIPIM 2026 këtu në Cannes, nën emrin Soundscapes of Albania, ku nën kujdesin e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit janë shpalosur projektet më të rëndësishme, të cilat kanë tërhequr vëmendjen e investitorëve të huaj. Në këtë event ndërkombëtar të rëndësishëm në pavionin shqiptar u prezantuan mbi 80 projekte zhvillimi, ku sipas drejtores së AZT-s, Adelaida Roka, një peshë të rëndësishme zënë edhe ato në vijën bregdetare dhe nga arkitektët e huaj. Në pavilion janë të paraqitura rreth 83 projekte të Shqipërisë, të cilët janë në formatin e një vinili, në të cilën ju mund të gjeni foto të vetë projektit që është duke u zhvilluar, si dhe zonën se ku ndodhet projekti. Njëkohësisht, përveç 83 projekte që janë të paraqitura në vinil, janë edhe 25 makete të cilët tregojnë anën e arkitekturës së vetë projekteve. Pra le të themi në këtë panajir janë paraqitur rreth 100 projekte, ku secili projekt ka karakteristikat e veta, zonën ku zhvillohet dhe ajo që vlen për të theksuar dhe për të përmendur është prezenca kryesisht e arkitektëve të huaj, të cilët kanë bërë këto projekte vetë në stand dhe në pavilion. Kjo është një gjë për të përgëzuar që na bën dhe ne të ndjehemi shumë mirë që arkitektët që e kanë bërë projektin janë prezent këtu me ne sot. Pavioni Soundscapes of Albania në MIPIM 2026 u vizitua me interes edhe nga arkitekt dhe sipërmarrës ndërkombëtar, duke kaluar çdo pritshmëri dhe duke vënë Shqipërinë në hartën e projekteve moderne dhe inovatore. Sipër dua të theksoj që ky MIPIM është organizuar dhe kuruar vërtet nga AZT, por me ndihmën dhe me të gjithë asistencën në bashkëpunim plot me Agjencinë e Planifikimit Territorit dhe një falënderim veçantë për vetë Adelinën që është marrë me çdo detaj të pavilionit. Për sa i përket pritshmërive ose vëmendjes si ka marrë, është e vërtet mund të them që pavilioni shqiptar mund të qenë një nga pavilionet më të vizituar, por kjo jo vetëm për arkitekturën tërheqëse të pavilionit, por për gjithçka që mbart ky pavilion brenda. Ne jemi të bindur që gjithçka po ndodh në këtë periudhë në Shqipëri, i gjithë zhvillimi, i kuruar nga të gjithë studiot ndërkombëtare më të famshme botërore, e bën pavilionin për të mos patur nevojë për shumë fjalë. E bën pavilionin të jetë i vizitueshëm nga të gjithë njerëzit për vetë projektet që mbart. Këtë e tregon fakti i vizitave të shumta që ne kemi patur, i kërkesave të shumta nga vizitor, nga agjenci imobiliare nga i gjithë bota, dhe vërtet ndjehemi mirë. Ndjehemi mirë është eksaktësisht ajo që ne presim që të marrim nga i gjithë zhvillimi që po ndodh në vendin tonë, zhvillim të cilin po mundohemi të jemi të kujdesshëm në të gjithë elementët dhe puzzle-in e vet që ta bëjmë më të bukur dhe më të aksesueshme Shqipërisë. Agjencia e Zhvillimit të Territorit nënvizon se të gjitha projektet zhvillimore që u ekspozuan në Cannes marrin parasysh edhe biodiversitetin e vendit ku ndërtohen, por edhe eficiencën energjetike. Realisht çdo arkitekt i huaj, së bashku me arkitektin lokal, pasi dua të theksoj që të gjithë projektet kanë një arkitekt huaj, por kanë dhe një arkitekt lokal, ka një studim të mirëfillt përpara se të hartohet. Çdo arkitekt i huaj vjen dhe qëndron disa ditë për të parë të gjithë detajet e sajtit ku do hartohet projekti, dhe kjo ka të bëjë pikërisht për të marrë në konsiderat të gjithë elementet që kanë të bëjnë me zhvillimin e atij projekti, duke nisur që nga çfarë ndodh përreth, duke nisur që nga lloji i tokës në cilën do zhvillohet projekti, pa diskutim edhe kushte të tjera siç janë eficienca që u përmendët, energjia në ato zona, ose për projektet që janë shumë afër buzëqetit, duhen marrë disa elementë të tjera arkitektonik në konsiderat, si mospasja një fasadë xhami. Pra këto janë detaje që arkitektët e huaj kujdesen shumë bashkë me arkitektët lokal që në vendet e duhura të mund të përdorin gjuhën e duhur të arkitekturës, që besoj po ndodh më së miri. Sigurisht nuk ishte e lehtë në fillim me investitorët, dhe jo se ne duam të imponojmë vullnetin ton absolutisht, pasi investimi i takon investitorit dhe është i lirë ta bëjë me këtë doj dhe si të doj, por pikërisht për shkak të njohurive që këta arkitekt kanë nga vitet që kanë mbi supe, unë mund të them realisht që kjo mënyrë e të bërit të arkitekturës në vendin tonë ka ndihmuar
që projektet arkitekturore të jenë të përshtatshme për vendin ku ato zhvillohen. Disa nga projektet që ishin pjesë e panairit të Kanës janë edhe ato publike. Lidhur me këtë, vetë drejtoria e Korporatës Shqiptare të Investimeve, Elira Kokona, tregoi në mënyrë të detajuar për zhvillimin e tyre dhe vlerat financiare përkatëse. Ky projekt dhe ky pavion mjafton ta shohësh në të gjithë konceptin e MIPIM tregon qartë nivelin e zhvillimit në Shqipëri, jo vetëm vizionin arkitekturor, por edhe mundësinë e biznesit në Shqipëri, në Bregdet, në qytete dhe në gjithë mundësitë që jep Shqipëria e sotme. Korporata Shqiptare Investimeve vjen në këtë pavion me rreth 7 projekte të disponuara si në aspektin vizual ashtu edhe me maketet përkatëse. Kemi gjithashtu janë 3 projekte të tjera të cilat janë në finalizimin e tyre. Nuk janë prezent këtu, por janë tashmë realitet, për të cilat së shpejti ne do të nxjerrim, do të fillojmë aplikimet për lejet përkatëse. Korporata Investimeve, gati në të gjitha projektet që kemi bërë konkurs në 2024, disa prej të gjitha në 2025 dhe disa të 2024, sot janë një realitet me kontrata të lidhura, me projektim tashmë në detajim, në proces detajimi dhe gati duke marrë aplikimet për leje ndërtimi. Kështu që janë realitete të cilat duan kohën e tyre për të realizuar, por ne jemi shumë dhe prapë po shikoj në ekran projektet AIC-s të cilat janë duke u shfaqur, janë realitete të prekshme, të cilat së shpejti do të mund të tregojnë çfarë jemi duke bërë me vlerësimin dhe mundësitë që tokat dhe projektet e drejtuara nga korporata, por edhe që vënë në zhvillim toka shtetërore, të mundsojnë realizimin e projekteve publike. Ajo që është e rëndësishme të kuptohet në projektet tona kanë gjithmonë 2 vlera, kanë vlerën e projektit zhvillimor, por kanë dhe vlerën e të ardhurave që gjenerojnë për shtetin. Dhe të ardhurat që gjenerojnë projektet AIC-s për shtetin janë projekte konkrete në të mira publike. Sipas Kokonës, evente globale si MIPIM shërbejnë për të tërhequr më shumë investitorë edhe për Shqipërinë, por njëherësh kontribuojnë edhe në më shumë vende pune. Qëllimi është për të treguar që arkitektët që janë në Shqipëri në fakt nuk janë një zog i vetëm. Ata vinë së bashku me jo vetëm që sjellin know-how-n e tyre dhe gjithë dijen e tyre, vizionin e tyre në zhvillimin e ri të Shqipërisë, por patjetër që krijojnë vende të reja pune, krijojnë transmetim të dijes tek arkitektët shqiptar. Në aspektin e investitorëve kam një seri takime shpikërisht për interesin që kanë investitorë të huaj për të blerë në Shqipëri, për të blerë godina të tëra, për të blerë sidomos hoteleri, për të investuar në Shqipëri, kështu që kjo është një moment shumë i mirë për të vlerësuar gjithçka që ka të bëjë me zhvillimin e real estate-it në Shqipëri. Që nga zhvilluesit, ndërtuesit, konstruktorët, investitorët, financuesit, madje edhe ata të cilët merren me printime 3D, me inteligjencën dhe inovacionin në investim, që është një aspekt tjetër i rëndësishëm i këtij panairi, ku inovacioni dhe zhvillimi janë të 2 parametrat të cilat ecin krah për krah, jo vetëm në projektet në botë, por sidomos në këto projekte që ju shikoni. Drejtoria AKPT-s, Adelina Greca, tregon edhe kuptimin e emrit të pavionit shqiptar, Soundscapes of Albania, i cili ka një ndërthurje të projekteve me natyren, biodiversitetin e shumë element të tjerë. Faktikisht kjo është një punë në grup, nuk është puna e një personi, ju e shikoni, është një punë e madhe dhe nuk bëhet asnjëherë vetëm, pra ne jemi një ekip i madh, njerëzish të apasionuar, që punojmë ditë e natë pa orare për të nxjerrë gjëra të bukura që jo të gjitha faktikisht vlerësohen publikisht. Por faleminderit që po na jepni dhe mundësinë të flasim publikisht për të thënë që ne bëjmë gjëra të bukura. Titulli vjen për shkak të mënyrës se si ne kemi ekspozuar arkitekturën. Arkitektura këtu ekspozohet nëpërmjet, pra sikur të ishim në një dyqan, pra në një vend ku tregtohen ose tregohen pllaka muzike, ato pllakat e vjetra, të cilën e dëgjojmë edhe në sfond, pra muzikën e bukur shqiptare që e dëgjojmë edhe në sfond. Arkitektura, gjithandej, pra
kryesisht ekspozohet nëpërmjet maketeve dhe paneleve. Ne kemi menduar që maketet t'i kemi, patjetër, por panelet t'i kthejmë në pllaka vinilash, pra në kutia, po ta marr njërën, ta tregojmë. Pra kjo është një kuti vinili, pllake, e cila ka brenda dhe në sipërfaqe të dhëna për projektet. Nga kjo ka rrjedhur edhe titulli, pra ne jemi duke treguar një peizazh projektesh, por në formën e një peizazhi tingujsh. Secili prej këtyre projekteve është i lidhur edhe me disa tinguj që vinë nga këto vende. Pra kemi një ekip i cili ka vajtur, ka xhiruar, ka filmuar, ka marrë zëra nga vendet ndryshme ku janë projekte dhe kemi prodhuar edhe muzikë të veçantë, pra një miksim të këngëve të vjetra shqiptare me tingujt aktual të këtyre vendeve. Panajire të pasurive të paluajtshme si MIPIM në Francë e bëjnë Shqipërinë pjesë të networkut global, ku kryefjale është arkitektura dhe projektet e ndryshme urbanistike. Jemi munduar bashkërisht që në vendet ku promovohet diçka e bukur që ne po bëjmë, të jemi pjesë. Një zë sado i vogël, ne kështu e kemi nisur dhe në MIPIM 2 vite më parë, ku pjesëmarrësit e shtetit shqiptar dhe organizohej nga një institucion tjetër, kishim një vend shumë të vogël. Por pse jo, ne duhet të jemi dhe gjithçka që po ndodh dhe po zhvillohet në Shqipëri është vërtet e bukur për t'u treguar dhe na bën të ndjehemi krenar. Në pavilon ka shumë arkitektë huaj dhe do t'ju sugjeroja që opinioni i tyre do ishte më i rëndësishëm se sa çdo fjalë që do them unë dhe Adelina, duhet të them se ne kemi qëllim në vetvete të reklamojmë vërtet atë Shqipëri për cilën ne po punojmë dhe kemi kaq shumë pasion. Edhe për arkitektët e huaj, Shqipëria mbetet një vend tepër atraktiv dhe me potencial për zhvillimin e projekteve në çdo cep të saj nga jugu në veri. I'm working with Precht Architects in Albania. Unë jam duke punuar prej disa kohësh me arkitekt në Shqipëri dhe jam shumë i nderuar që u ftova të dizenjoja stendin tuaj të ekspozites për MIPIM 2026 këtu në Kanë. Për të qenë i sinqert, është vërtet interesante. Kur shikon përreth në të gjitha pavionet e tjera, ka gjithmonë slogane të mëdha tipike për zhvillimet e qëndrueshme dhe të ardhmen, edhe shpesh tingëllojnë pak të vakta. Ne donim të projektonim diçka që ka të bëjë më shumë me një eksperiencë, sepse për ne vetë Shqipëria është një përvojë mahnitese ku ne çdo herë kur shkojmë zbulojmë vendet e reja dhe zbulojmë gjithashtu arkitekturin, koleg arkitekt, sepse ka një grup kaq të jashtëzakonshëm arkitektesh që punojnë tani në Shqipëri dhe fal gjithë përpjekjes për ta bërë vendin një pikë të nxehtë të arkitekturës. Dhe ajo që na pëlqeu shumë është ideja që të kishim këtë lloj dyqane diskografik ku mund të shikoni projektet. Kështu që për mua ky është një kuptim i mrekullueshëm sepse kur shfletoni faqet, gjeni diçka interesante nga kopertina që eksploroni e mbi të gjitha të shikoni dhe merrni më shumë informacione rreth projekteve. Pra, kjo është si një lojë interaktive e zbulimit të diçkaje të re. Ky moment eksplorimi ishte ideja e stendës tuaj sepse ne duam të prezantojmë Shqipërinë me publikun e gjerë dhe kështu që kjo t'i ndihmoj ata të shprehin interes dhe të eksplorojnë dhe më pas t'i ftojmë të vinë në Shqipëri dhe ta eksplorojnë nga afër vetë. I'm blown away. I mean, it's amazing to be at MIPIM and see. Unë jam i mahnitur. Dua të them, është e mahnitshme të jesh në MIPIM edhe të shohësh bumin barbotror në zhvillimin e pasurive të paluajtshme gjithsesi. Por ajo që po ndodh në Shqipëri, mendoj se është shumë e veçantë dhe mendoj se bota e vuri re, të paktën të gjithë miqtë e mi arkitektë dhe zhvillues, e vënë re se ka kaq shumë zhvillim, kaq shumë mundësi dhe është me të vërtet ylli i ardhshëm. Dhe gjithashtu u sigurova për një kohë të gjatë në këtë ekspozitë dhe jam i habitur që Shqipëria quhet për cilësinë arkitekturore që prodhohet tani, gjë që është vërtet e mahnitshme që arkitektura po përdoret për të ndërtuar identitetin dhe pikën e ardhshme të marketimit të një vendi. And the future sales point of a country. And I work till 2 years ago. Punoj prej 2 vitesh në Shqipëri në disa projekte të ndryshme. Ajo që më bën përshtypje është fakti se vendi ku unë jetoj është i ngjashëm me kushtet klimatike dhe mënyrën e jetesës së vendit tuaj, Shqipërisë. Kjo ju bën që të keni mundësi fantastike, duke u përpjekur gjithmonë të keni cikle natyrore dhe mënyrën e jetesës së njerëzve duke optimizuar burimet e të gjitha këto së bashku. Mos të harrojmë që vitin e kaluar Shqipëria kishte shumë flukse turistësh. Unë mendoj se ka një pikë të rëndësishme, që është pozicioni gjeografik i Shqipërisë, i cili shërben si një pikë kalimi gjithmonë, edhe historia e ka treguar që ka qenë një pikë kalimi dhe kjo mbetet dhe në të ardhmen.
Për këtë, keni gjithmonë kultura të ndryshme këtu dhe nëse oferta që u jepni gjithë këtyre njerëzve si për rezidencën e parë apo për një të dytë, unë gjithmonë mendoj se ardhmja mund të jetë diçka pozitive, jo vetëm për pozicionin gjeografik në mes të rajonit të Mesdheut. Mendoj se për mua ka qenë një surprizë e madhe që kam ardhur këtu dhe zbuloj se kapaciteti i pavionit shqiptar është i mahnitshëm. Mund të them se është një nga pavionet më të mira nga këto që kemi parë përreth, por disa arsye. Nga njëra anë është rëndësia e bashkimit të një vendi me të gjithë aktorët e ndryshëm, zhvilluesit, administratën që punojnë për të njëjtin qëllim të përbashkët, që është një lloj ecje përpara e vendit. Kjo është mahnitse. Por më lejoni të them se gjithashtu një mundësi e madhe është edhe rëndësia e arkitekturës dhe dizajnit. Ne kemi parë modele të mrekullueshme, shumë të ndryshme. Disa prej arkitektëve më të mirë në Europë dhe në botë që vinë këtu dhe tregojnë se si arkitektura mund të transformojë cilësinë e jetës dhe të vendit në tërësi. Mendoj se mund të mësoni nga ajo që kanë bërë të tjerët, dhe cili është suksesi dhe mësimet e nxjerra nga pjesë të tjera të Bregdetit. Disa vende të tjera kanë qenë në një situatë shumë të ngjashme, kështu që mendoj se jeni në momentin e duhur. Kjo është pak a shumë ajo që unë mendoj. Jeni në momentin e duhur për të prezantuar vlerat që shoqëria juaj tashmë i ka ndarë në të gjithë Evropën. Vlera e qëndrueshmërisë është një nga më të rëndësishmet. Cilësia e peizazheve është ndoshta arsyeja pse quheni pavionin Soundscapes of Albania. Cilësia e peizazhit për të cilën jeni kaq krenar dhe duhet të jeni është edhe pjesë e ADN-s tuaj. But also as part of your DNA. Himara, which is the southwest. Projektet e mia janë në Himar, që është Bregdeti jugperëndimor dhe kemi gjithashtu një projekt tjetër në Tiranë. Por kryesisht sot po prezantojmë atë që kemi në Bregdetin jugor të Shqipërisë, ku është një dëshmi e zhvillimit të mahnitshëm që po bën vendi juaj, për sa i përket investimeve në prona të paluajshme dhe gjithashtu për projektet elitare. Nga këndvështrimi im që vjen nga tregu spanjoll dhe duke njohur paksa një treg tjetër evropian në pasuritë e paluajshme, si për shembull Turqinë apo ndonjë vend tjetër, mund të them se vendi juaj ka mundësi fantastike për të tërhequr investitor të huaj në Shqipëri, ku ka shumë mundësi, mbi të gjitha për të bërë investime të qëndrueshme në asetet jo vetëm rezidenciale, por edhe mikpritëse dhe madje edhe në aspektin komercial. Kështu që mund të them se nuk ka shumë vende si Shqipëria në ditët e sotme, për sa i përket aftësisë së investimit në pasuri të paluajshme. Mendoj se është një mundësi fantastike për të ardhur në Shqipëri për të tilla projekte. Unë jam arkitekt nga Belgjika me origjinë italiane, me studion time me Selina Antwerp. Jam shumë i lumtur që kam kontribuar në një projekt në Shqipëri vitin e kaluar, por gjithashtu po punoj për një tjetër projekt në Vlorë dhe mund të them se Vlora është një vend fantastik. E shoh të ardhmen time në Shqipëri si diçka që tashmë po ndodh, e cila është një energji e jashtëzakonshme arkitekturore. Me këtë arkitekt kaq të talentuar, të gjithë po punojmë së bashku për të kontribuar në territorin shqiptar dhe shoh këtë si një mundësi të jashtëzakonshme për Europën dhe botën, që të shoh se kjo është e mundur. Prej më shumë se 30 vitesh, panairi ndërkombëtar MIPIM në Cannes shërben si magnet për tërheqjen e investitorëve, platformë për ndërtimin e partneriteteve nga gjithë bota dhe mbi të gjitha, formësohet e ardhmja e projekteve urbanistike.